Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë natyrale për juve motrave që më keni pyet Neri a ki ndonjë recetë natyrale sepse fëmijët tonë po urinojnë natën, pra pa vedije që janë flaj, domethënë edhe nuk pënin veten veç kur gjuhen në mëngjes, pra kur zgjohen për ndryshe, edhe po urinojnë pra pa dijen e tyre, edhe pse janë të rritur në moshë, po ashtu edhe për juve motra që të keni pyet a ki ndonjë recetë për neve të mëdhejve që urinojna shpesh, pra. Kjo ndodh, pra, sidomos gjatë kohës së dimrit kur të ftoft, edhe për infekcione urinare për ju që keni pra secili prej moshës të madhe, ashtu edhe tek fëmija e njëjta vlen për të dy partë krejt, çka ju nevojiten janë pra tashti vetëm çaj i hithrës e gjeni në çdo market ushqimor tek qarat me ble, pra 3 herë në ditje, sikur fëmijëve që urinojnë natën pa vedijen e tyre, pra nuk e nin veten edhe kur qohen mëngjes normal që e shohin veten, sikur për të rriturit pra që kanë probleme me urinim të shpesht, është çaji i hithrës. Hithra është, e dina gjithë, mbretëresha e bimëve, kështu që super efektive, çaj i thjesht, por me efekt shumë të mirë. Si ta përdori pra çajin e hithrës që e bleni në çdo market ushqimor tek çajat ka, pra 3 herë në ditje e merrni nga një filter kështu, edhe e mbushni tazën me ujë të vluar, bismillah, e lani 5-6 minuta që të lëshoj pra edhe çaji. Mundeni me konsumu me një lugë të mesme mjolt, për juve që nuk e pini pa ëmbëlsues, e mirës është me pi pa ëmbëlsues, pa mjolt, pa sheqer, pa kur gjë hiç, e lani 5-6 minuta pra që të lëshoj, e hekni filterin edhe e përdorni çajin e hithrës pra 3 herë në ditje. Sikur fëmija, sikur të rriturit. Keni me pa vetë, pra është shumë i mirë, edhe në fillim e thash, e ceka për juve që keni probleme me urinim të shpesht, për fëmijën që nuk e hetojnë për ndryshe në këtë gjuhën popullore veten, edhe janë të rritur nga mosha, pra për ata është, edhe për juve që keni probleme me infekcione urinare. Çaji i hithrës është tepër i mirë edhe do t'ju ndihmoj shumë. E shihni vetë edhe bindeni vetë për efektin. Pa përdorur kur gjë tjetër përveç këtij çaji 3 herë në ditje nga një tazë kështu. Pra 3 filtera në ditje, 3 herë në ditje nga një tazë me çaj të hithrës. Provone dhe bindeni vetë si gjithmonë, që shë them, bindeni vetë për efektin. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia, faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them, miru pofshim.